Një nga parashikimet e frikshme të Baba Vangës fatkeqësisht ka ndodhur. Bëhet fjalë për tërmetin shkatërues e vdekjeprurës në Azinë Jug Lindore, një profeci që rezultoi e vërtet duke u marrë jetën rreth 2700 personave. Legjenda bullgare emri së cilës është Vangelia Pandeva Gushterova vdiq në moshën 84 vjeçare në vitin 1996, por emri i saj vijon e përmendet për shkak të parashikimeve që ka bërë. E verbër që në fëmijërinë e hershme, ajo thoshte se fuqitë e saj I kishte marrë gjatë një stuhie të tmerrshme. Ka goditur në shenjë me disa parashikime si ai për vdekjen e princesh Dianës apo fenomene si ngroja globale e përmbytjet. E quajtur ndryshe, Nostradamus I Ballkanit, Baba Vanga, thuhet se 85% e vizioneve të saj I ka pasur të sakta. Për 2025-ën ka parashikuar se do të ketë një konflikt në Europë që do të pasohet me një luftë të re mes dy shteteve, ndërsa për vitin që vjen, ajo ka thënë se do të ndodhin luftë tramizore dhe një apokalips botëror. Çuditërisht, këto parashikime janë në sinkron me ato të Nostradamus. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.